tek një sallatë. Pak fare ujun këtu, shumë pak ujë këtu, edhe... Edhe kjo një sallatë që plotëson një vakt, e lehtë, e thjeshtë, e shijshme, me... Një sallatë me patate. Patatet. Unë me që kisha jeshilliqet, i lash këtu. E mira është, mos përdorim fare thik, po të thua shi, kur janë gjitha të ajo spinaj që do bëjmë, nuk do kapim me dorë, normalisht. Po e mira është, që mos oksidohet. Do të shtoj patatet, qepën, shumë kollaj pra, krip, kës fare piper, dhe dresingun, pak usull, vaj. Kjo pra sallata me patate të zjera, qep të kuqe, do s'do në plotëson një vaks, është patatet që kemi thënë buke gjellë, dhe kështu që shoqëruar dhe me perimet të tjera. Marë majdanoz, opa, këtu. Majdanoz, imët. Jo koper, por majdanoz. Më duhet për gatimin që kam. Sikurse edhe për të dyja, edhe për sallatën, edhe për gjellën, për jahnin. Pastrim të mbetjeve dhe një përzierje shumë e mirë. Një sallatë e thjesht, masën e limonit e kam tamam, edhe gati për ta servirur. Kështu ishte sallata me patate të zjera dhe me sallatë jeshile. Po të duan, shumë pak djath, e largojmë. Dhe ju bëftë mirë kur ti përgatisni, të shojmë pak së bashku, i lexojmë përbërësit, si që kemi tradit për t'ju treguar të shkruara përbërësit dhe gramaturat e recetave tona. Sallatë me patate të zjera. Ju duhen patate 800 gram, një qep e kuqe e vogël, majdanoz i grirë, vaj ulliri, lëngu një limoni, ose nëse se keni limonin në qast, mund të shfrytëzoni 2 luguthull, krip, piper i ris apo bluar, ne kemi shtuar dhe disa gjethe jeshile, na u gjendën për servirjen e byreçkave, kështu që i shkojnë edhe kombinohen shumë mirë në shije.